Flukset e pushuesve drejt Bregdetit dhe Lezhës janë shoqëruar me masa shtesë nga shërbimi i urgjencës pranë Spitalit Renal. Kjo shihet si domosdoshmëri për përballimin e rasteve mjekësore gjatë sezonit turistik, që nga data 1 qershor janë shtuar personel dhe mjet të dedikuara për ndërhyrje të shpejtë të terren. Në dispozicion të qytetarëve dhe turistëve janë vendosur 2 autoambulanca, si do vijojë të operojë sërish për shkak të lehtësive në lëvizje dhe motoambulanca për të garantuar reagime të shpejtë në zonat me trafik të rënduar. Shërbimi i urgjencës mjekësore në bashkëpunim me Spitalin Renal të Lezhës, njësitë vendohet kujdesit shëndetësor, kanë shtuar burimet njerëzore 24/7 ditë të javës për gjithë qytetarët, gjithë turistët që frekuentojnë plazhet dhe turizmin e Lezhës. Natyrisht kemi dyfishuar ekipet mjekësore duke vënë në dispozicion 2 autoambulanca me staf kualifikuar shëndetësor në Shëngjin. Dhe risia që kemi patur edhe vitin e kaluar, tani më kemi gjatë çdo viti, motoambulanca, e cila na ndihmon në rastet kur në disa zona ka trafik të rënduar, duke vajtur një ekip shëndetësor në vendngjarje sa më shpejt, duke dhënë ndihmën e parë deri në momentin e mbërritjes së autoambulancës dhe me pas transportimin e tij drejt Spitalit Renal të Lezhës. Ka kërkesa në rritje, afërsisht numri i thirrjeve për ndihmë mjekësore kundrejt numrit 127 është mbi 20 thirrje, që krahasuar me vitin e kaluar ka tendencë rritje. Këtu përfshihen kanë tendencë rritje aksidentet rrugore, që për fatin ton të keq që kemi patur me pasoja fatale në humbje të jetëve njerëzore. Rastet e mbytjeve në det janë një problem i shtuar gjatë çdo viti, ku fatkeqësisht kemi dhe humbje të jetëve njerëzore, gjithashtu rastet kardiake, rastet nga intoksikacionet. Pra kemi çdo ditë rritje të numrit thirrjeve kundrejt numrit 127. Ne jemi gjithmonë gatshëm, duke qenë sa më pranë qytetarëve, mjafton një thirrje kundrejt numrit 127 dhe ne jemi në një kohë shumë të shpejtë në vendin e ngjarjes. Dyfishimi i ekipeve tona shëndetësore dhe shpërndarja atyre nëpër postacione bën të mundur mbërritjen në një kohë shumë të shpejtë. Rritja e numrit të vizitorëve gjatë muajve të verës shoqërohet dhe me një shtim të ndjeshëm të kërkesave për ndihmë mjekësore, sipas të dhënave të shërbimit të urgjencës gjatë sezonit veror regjistrohen mbi 1000 thirrje, duke bërë domosdoshme zgjerimin e kapaciteteve. Përdorimi i motoambulancës ka dhënë rezultate pozitive në ndërhyrje emergjente, duke mundsuar mbërritjen më të shpejtë e ekipeve mjekësore tek pacientët dhe në periudhë kur qarkullimi të mjeteve është i ngarkuar.